Ngjarja në Has, motra e viktimës, dhunoi prindrit e Ylber Jakut mbi 20 kallëzime në vite në polici për konfliktin, babai I autorit u kërkoi institucioneve zgjidhje. Të tjera detaje janë zbardhur nga vrasja në fshatin Plan të Hasit, ku viktim mbeti Rushit Sallaku. Mësohet se familja Jaku ka bërë mbi 20 kallëzime ndër vite për konfliktin. Siç raportohet, kallëzimet janë bërë nga babai I autorit, I cili u kërkonte institucioneve zgjidhjen e konfliktit, por me sa duket autoritetet nuk kanë ndërhyrë për të zgjidhur konfliktin. Përplasja mes familjeve Sallaku dhe Jaku ka pasur në thelb mosmarrveshje për çështje pronësie që kanë degeneruar në dhunë fizike dhe përfunduan tragjikisht me humbjen e një jete. Sa kaq, Artiola Sallaku, motra 21 vjeçare e viktimës Rushit Sallaku, që u vrasot nga Ylber Jaku në fshatin Plan në qarkun e Kukësit, ka dhunuar fizikisht 2 prindrit e autorit të krimit. Si pasojë e dhunës, të 2 të moshuarit janë të shtruar në spitalin e traumës, ku nëna e autorit Ylber Jaku ka thyrje të legenit. Në këtë konflikt, motra e viktimës është arrestuar një ditë më parë dhe ndodhet në burg. Gjatë ditës së sotme, autori Ylber Jaku, 41 vjeç, ka vizituar të moshuarit në spital dhe duke parë gjendjen e tyre të rëndë shëndetësore si pasojë e dhunës, ka vrarë në fshat vëllain e vajzës që dhunoi të moshuarit.